Të nderuar shikues, mirëmbrëma, takojmë në emisionin e radhës të podcastit tonë, në emisionin numër 70. Do jemi sonte me një kampion të mundjes, një kampion shumë vjeçar për ekipin e Vllaznisë, por dhe Dinamos, njëri i cili ka dhënë shumë sportit të mundjes. Jemi sonte me ish kampionin e Vllaznisë, Sande Leka. Sande, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Gjergj. Faleminderit për ftesën që do kishe bërë për na ka mungu për shumë kohë. Ndoshta edhe largimi juaj për shumë vitesh nga Shqipëria, por ndoshta edhe bezdia e kamerave ka bërë që të vononi disi. Ja, fort normal është kjo punë po. I kënaqur që dikush kujtohet pas shumë vitesh për të thënë që Sande Leka është ai që ka dalë shumë herë kampion i Shqipërisë. Për zotin Gjergj, me thënë dhe na kanë të harruar mirë. Ti më fal që na i kujtove. Shumë faleminderit për të jetë. Je në rumë, si vetëm ti je që na i ke kujtu, si janë kanë edhe gazetarë tjerë, që janë kanë i fje ma djetër, po faleminderit për ftesën, gjithsesi. Nuk ka si të harrohen titullit kampion? Ka kanë një mundi malë, me të thënë drejtën, një mundi malë i dhja se malë, angëtën, kam pasë fatin që kam pasë 3 njërë tjerë, edhe me të rritë. Shkuar tek të rriturit, si u lidhe me mundjen? Rasi apo ndoshta? Për zotën kisha i knasi kur i shifsha, si isha fëmijë i vogël, shifsha Elias Gorin, shifsha shumë Nikol Grimen, shifsha shumë sportista tjerë, i shifsha edhe se besosha, thubahe më thoshe në i forë si këta thoshe. Anguta si fëmijë. Mirë po, ty pa këta, ty pas tërvitje. Te palestra e ish pallet sportit. Pallet sportit, që është kanë aty. Ty ne ishim me trit, na kishim andër me kalu me tritunit. Se me noshim si bën aq të fort, po si fillim me një ashtu. Atëherë, në çfarë moshit keni filluar mundjen? Për zotin mosham kanë ja 16 vjeç. Na i dha një vjet me trit. Godën, kishin shok tjerë më eksperiencion. Gjatë kësaj, ata më një moshën, më shifshin si isha i fije i shkallët, i shpejt, se fëmijë Skënderbegu i fort, më godën, edhe, kështu që vazhdu me stërvitjen. Si ishte dita parë kur shkohet tek palestra? Takove trajnerën Sulramën? Po, më kapja ma frej kështu, si fëmijë, si ishim ma frej. Edhe, më tha me vazhdu, tha mundjen, tha mirë, po unë kisha i pesh, që isha i pesh e vogël. Kisha pak i fje moshën ma nëryshe, po isha pesh e vogël. Edhe kisha i fje shanse me manevru. Vazhdu me stërvitjen, një 3-4 muaj, atëherë ba me i takim, angudën. Nuk jam fort i sigur, po nuk kisha dalë kampion, po diçka i të vendi 3, vendi 2, vendi kështu. Këta i shifshin, ata të rritunit e shifshin, si kisha dhe dashok, që i njifshe, angudën edhe, në shkova me pa të rritunit, me i pa stërvitje. Hajtë thot, më shto foto stërvitje. Mirë po, ty vazhdu, të mësu, të marrë me të mirë si. Ata ishin vjetër, ishin moshe vjetër. Ata ishin tonë të fort, tonë të fuqishim. Unë isha i rik, isha i jom, a këtën, 17 vjetës. Vazhdu me gjatë tonë kësaj ko. Atëherë, e pa vitra njëri si unë du të mu aktivizu. Se janë kënë gjithmonë, Vllaznia gjithmonë, nuk ka pas pesha para. Angudën, bile unë me që me ta në shumë vite se s'po jep të sakta vitet, po jam kënë sportisti më i mirë i peshave të leta. Angudën. Edhe vazhdume, ba me i garë këto, huma. Atëhe ba me i garë tjetër, fitova 2 neshje, edhe më lanë tretimin në ushqimor. Më duk të vedi si kisha kap diçka, si ashtu ishte koha atëherë. Kishim mbështetjen e familjes kur i the që të merresh me mundje? Apo kishte... Pa zonë kam pas iniciativë vetë. Nuk kam pas, si më thoshin, Lena Mardial, thoshin, si s'duhet gjakja, sport, si ti je i ri, thoshin, nuk e mendoheshin ata, si po bëhem, a më gëtën. Jo vetëm mu që më ka ba sportist, po ka ba shumë sportista, në Impepa është i papa, më kam shëtit 3 njëra bëllë, po si në Impepe nuk kam pakun. Çfarë kishte veçantë në Impepa? Kishte shumë veçantë, ti tjepte mundësit, tjepte e krah, angudën tjepte e krah me këta komitetit fiskulturës, ta frote shumë gjana, angudën,
ta frote shumë gjana për me ta lanë, si atëherë në atë kohë trajtimi ushqimor a ken edhe i punë. Atë që kanë mundësitë të sportistave. A më të në aty vazhdojë. Mirë po, ku shku me në Kuks, paka shumë trajnjeri e dinë si kush hume, kush fitan. Mu ma kishin vu si humje. Ma kishin vu. Me të thënë drejtën a ishte kampion absolut. I Haxhi Beluli i Kuksit. Sepse Kuksi dhe di Shuhet për mundje. Shuhet për mundje, po ai ishte absolut në peshtat e para. Ishte kampion i pa diskutueshëm. I pa diskutueshëm. Mu ma kishte vu në humje. E ba me një kanë sportiv, kështu, kishin vu tapetet, se s'kishte. Nuk kishte një palestër të madhe si Kuksi i vjetër ka ka në atë kohë. Angëdhen si shkollë sportive, kështu ishte. Ishte tyra si flok boret. Po na jashtë ishim të e ba, na si ishim mësu për atë punë. Me të tha dhe të një në raha. Ma kishin vu humje mu. Aty e konfirmova vedin, edhe profesori e konfirmoj se unë jam mbahem sportist. Mas dakove të tjera, a 2 javë, a 3 javë, më varet, më rahim në Kuks, më rahim në Shkodër. More hakun. Më rahim në Shkodër. Atëherë nuk kam një humje mo. Mas asaj humje që kam ba me Haxhi Belulin, me fitore, sa mirë mandë me zgati 27 vite. Ashtë neshje për të majtë me në Gjergj. Ashtë neshje për të majtë me në shumë. Ashtë ndeshja parë? Ashtë neshje për të majtë me në si kampionat gjithmonë mahen me në. Mahen me në kampionat si kampionat janë kampiona. Am kutan, e kështu që ashtë shumë e vështirë. Ti më në bashkë edhe 20 vjetë sport edhe s'del kampion. Ashtë shumë e vështirë me dal kampion. Ki edhe kontribut për sport, por nuk i dal kampion. Atëherë, zona dhe në dytë. Në kampionat? Në kampionat. Shkova ushtar, me Dinamon, vitin 80, aty jam keni pa diskutueshëm. Me Dinamon? Edhe pse ishin, pesha jeme ishte kampion në kampion ishte edhe. Kanë kënë da mundësa njëra për Shekrama, Rizat Qeqo, janë kënë të 2 kampiona janë kënë. Po, gjatë servitjes... Ishte konkurencë mërëna për mërëna ekipit, kisha konkurencë. Atëherë aty nuk ka ma, kur ke konkurencë, aty bëjnë gara kontrolit. Kush është maj forti, dhe dalin nga garë. Angudhen, ajtë profesori i rregulloi peshat, po s'kishte që në rregullu, si unë isha i pa diskutueshëm. Aty e kam majtë 80, 81, 82, jam gjenë kampion absolut me Dinamon. 3 vite me Dinamon? Me Dinamon, po. Ishte privilegj të ishe sportist kampion me Dinamon, një nga ekipet? Për zote nuk është kënë Gjergjelet për të vetë me në arsye se Dinamo ka mbledhur sportistët më të mirë. Dinamo ja kishte emën të madh. Angudhen që bile me të thënë drejtën që Saidi më afroi, Monçupi, Said Fishta, Monçupi më afrune. Këtë para se me shku, i dhani mendim të trajnerit, edhe njifte që kush jam. Si gjithmonë, Gjergj, i kanë mlejë këta sportistat më të mirë. I kanë mlejë, si në futbol, si në basketbol, si gjithë. Dinamo e Partizani i kanë mlejë. Zdeshte ti, ata të marrin me zorit, kanë marrin atë kohë ka kënë. Si ministri ka kënë, janë kënë shumë të fuqishëm, janë kënë. Aty të kam vazhdu. Kur doli kampion për herë të parë, kampion i Shqipërisë me Dinamon, unë di sa në leka me rëndësishëm? Për nërë, pëthujti si për mu ishte rëndësie madhe shumë, për mu vlerat muaja ishin, angudën, edhe shokët e miqët më vlerësoshin. Më vlerësoshin se isha, unë nuk isha si kampion atjerë. Nuk kam qef me folë, për veti, sak flasin shokët për mu. Po me të thënë drejtën, kur kam dashta kam vu kundërshtarin, unë e kam një kundërshtarin si për stërvidje, nuk e kam një për me ra, për me dalë kampionë. Angudën, unë në është ta kisha mundësi dhe me vu, tëq, e nuk e veshe, po vazhdojshë në ishin si stërvidje, si nuk e diskutojshë për me, nuk diskutojshë gja për me fiton e ishin, e me dalë kampionë. Cilët ishin emrat kryesor të ekipit Dinamos, mundësi më të mirë të atyre viteve kur ishit ju pjesë e Dinamos? Pa ishte Rapo Shekrama, ishte Rizat Qeqo, kanë pas, ka kanë Saidi, ka kanë, pa më vazhë se vitin e dyta i nuk ka kanë kampionën, angudën, unë kam pas edhe mundësi tjera, Gjergj, se i kampion, do të hinë edhe të sportistat më të mirë, edhe të ekipit Dinamos, edhe të Shqipënisë. Angudën, mua se esë më futën në ekipin në edhe të sportistat më të mirë, që më të kote. Po, vitin e dytë,
Mu vjeshtërsu puna i fje ma tepër, për të vetë më rësu si gjithmonë ekipet tjera, që janë kënë tjera për i Tiranët, kanë dashë me në djegë nësi sportista. Dhe unë e ka majtë vedin me stërvitje, me gjana, si më denoshë. Vetëm kur kishin gara, merë të zëvens ministri, merë të ministri në telefon, i thote komandantit batalionit, i thote për i gjysoj të adu në klub Dinamo, si u do të me ik ekipi në kampionat. Unë mirë, po në gjatë kësaj kohë kam bërë stërvitje, kam bërë shumë stërvitje. Unë i vlesaj dashokt e miqët mi, mu dënë si në Doda, Plumqosja, Riza Lopca, këta në kanë munjes lirë, po më kanë majtë afer, që e kanë pasit ka dashtë më ndjekë trajnjeri. Si nëse mas nëse unë du t'i shaku në shtari të në prep. Trajnjeri Dinamos? Po, trajnjeri Dinamos. Kishte preferenca për sportistat tjerë? Nuk ka punë se kishte preferenca, po ishte punë se thotë këtë edhe i vjetë e kam, thotë. Ky mas i vjetë të mikë, thotë. Më mirë të rrisë një sportist tjetër. Kishte mendim që më ullet, angudan, stërvitje një vje. Po, këta shokët më kanë një mu shumë. Ti ishe ushtar, ato 3 vite, 2 vite apo 3 vite? 2 vite, 27 muaj. 27 muaj. Kishe privilegje kur ishe ushtar? Për në, edhe aty, jesë s'kisha privilegje, po, angudan, po, edhe aty, këshyshe me më afru me të ndrejten, po, unë nuk kam pas dëshirë me nej. Angudan, po, më dukte në atë ko, mu vesh policë, s'më dukte, angudan, nuk e kisha të arsyshme, angudan. Një s'këmë begës policë? Edhe policë e kam pas, po, si duke shkoka me këshu punë, unë nuk e kam ushtruat punë. Kështu që u dhe drova atërë mu këthi në Shkodër. A deshet të majnë të Dinamo? Po, deshet me majtë atë. Bile... Jo afrur në një privilegj? Bile, me të thanë edhe i gjatë drejten, se s'po mund të ripa ata thanë, angudan, unë isha kampion absoluti, pa diskutushim, kurse sejt fishta, ishte vend dytë e hinin 10 sportistat më të mirë të ekipit. Kja një gjatë që nuk shkan. Nën kampion? Ashtë një gjatë që nuk shkan. Me hi një nën kampion, me hi. Se dhe sejt ja kanë kampion. Me hi një nën kampion. Angudan, janë fakte gjërë. Janë fakte që a që i ka të registru me ata dalin dhe sportistat, më të mirë Dinamos, 80, 81, 82, dalin ata, si kush janë. Angudan, kështë që nuk kam një gjatë me sejtin e kam pas, e nga kënë shokë, miqë, ngusht, angudan, pa mbasi se aj nuk dën me një vlerët, njerëzve, shokëve, angudan, aj ka shokë biznesit, nga kena shokë shpirtit, nga kena shokë djersët, angudan, dhe të thënë drejten, edhe në ekip këmbëtar, unë jam këni pa diskutushëm gjërqë, në ekip këmbëtar, unë mlevë me mvlonë, ta në diskutoshët neshet, kontrolët, si bashkë neshet kontrollit, kush ishte maj fort dhe delte. Unë se kisha problem, në rashë 12-0, kur demi me vutëq, më thote, Saiti, Paulini, më dhëshin, thoshe, ti e ketë pa diskutush me Sandra, ti flajnë në ratë, thote, angudën. Mirë, për mu më ka foli fje goja më te për se sa dhëtë, me të thënë drejten. Dhe i penalizu... Angudën, edhe kam pas besim në shok, e nërmish, jam keni drejtë. Jam keni drejt, Gjergj, kam foli fje ma te për sa do. Të ka trahtuar në njëherë? Kam foli fje ma te për sa do. Të kanë trahtuar në njëherë shokët? Për zotën, ka të shumë ka trahtu, sa jam dëtru me lanë edhe sportin për shokëve. Mund të ushti pëse sa me e fletë këshu këtë fjallë. Kam pas mërak gjithmonë për me folë. Kam pas mërak gjithmonë për me folë. Për të folë? Që me i diftu, se kja a kanë një gjoqi, a kanë harres për shumë viteve. Mu shoku më ka ba, si s'më ka ba kush tjetër. Mund të ushti kush shak. Të shti kush shak edhe e din vetë që kush ashtu. Kër ardhi puna, për me ik, ishim të ishku në Turqi, me ba neshe. Ata bane këtu, u do të me a ba këthimin. Me të thënë drejten, se ba flas pastër, unë e kisha mendim me ik në Greqi. I thash edhe shokëve, i thash... Që unë do shkoj edhe... I thash edhe i shokët, që s'pë jep e hemen, po aj që e kuptan, angudën si nuk ka mirë me folë, kështu po, s'po më të ri pa folë, i thash unë e kam dhenë me ike, thash, ti nëse dhe marë, i kam dhenë hajde. Pa shku atje. Këtë gabim bane une. Dhe qëfar ndodhi?
U hoqët nga lista. Atëherë, bëmë 3 vitin e fundit, i mledhi trajneri tanë, ka kënë, është prapë sot bile, me një bashkim liga, angëtën, ka kënë Abedin Lame, trajneri kombëtarës, mu se diskutoshe me i këgjërqë, kur lexoj listën, si kush ka me shku. Tha filani, mu s'ma përmend emrin. I thash, Abedin i thash, pse që është kja punë këshijot? Thash, baj, Sander, tha, nuk të ndel kohë, tha, si a baj këtë shkuptim në ambasadë, tha, edhe është një problem pasaportet, tha. Meta ashtu, e kuptova si që kam folë, e kuptova si që ka no, mora qantën, ata vazhdu në rrugën për të qiju në ardha për Shkodër. Edhe kja ishte arsyeja, e vazhdova 10 vjetë kampion, atëherë, mas 19, u dëtrova me la. U mërzite nga një veprim i tillë? U mërzita që kisha ba, Gjergj, kisha ba i stërvitje me të të drejten, se kam pas andër me ikë, me të të drejten, pavarësisht se angutën, kam ba ka 4 personë stërvitje në ditë. Cili vit ka qenë kjo kur keni tentuar? A kanë në vitin 88, besoj 88-89. Angutën. Kur ende si ishin rrugë e hapur? Ai brezi jem ishte hera parë se shkote. Brezi jem e Saidit e Paulinit e shumë tjerëve, angutën. Hera parë që dalë jashtë Shqipërisë. Që dalë që njeh Shqipërinë. Kështu që u më vaja punë. U mërzitet shumë? Pa diskutim tjerë, gjithkush mërzitet, angutën. Se unë i kam një tjerë për para. Për shembull, I ka ndodhur tek futbolli, i ka një sport tjerë. Si Ferit Dragan, për shembull, se ka qitë Vllaznia, ka shkuar ka qitë për shembull Partizani. Angutën ka pas më forcë. Kurse ne shkodranëve gjithmonë janë munduar fije me na angutën federata. Kanë pas më për kë Tiranë, si Shtapëdhanor, i Dinamos, i Partizanit. Në dhe neshe kur bashim, na doshim me fitu neshet, me gjithë arbitër, si e thojnë. Edhe arbitri u detyrojte me bam eile, vazhdoi thoshim. Vazhdo prapë thoshim. Derisa s'kishte çfarë me bë arbitri më. U dorëzote edhe arbitri u dorëzote. Pra mendoshit përveç kundërshtarit për të mundur edhe arbitrin. Po diskutim, ti e din, jo vetëm sportin e mundjes, si është sport individual, po në të mëllit dhe sporteve kanë dominu këta. Ti i ke pa vetë edhe në futbollet gjithkund, arbitri janë duk, nuk ka si kohën e sotme, që i ke e këthën neshen edhe herë e shef, e këthën edhe herë e shef, angutën. Ka hile mundje? Pa zotën hiles, ka shtytje, po, ka shtytje kështu, për mu, si kam menu hilet. Jo, çfarë mund të bëjë arbitri për të penalizuar? Po, kur shkojnë puna në diskutim, t'jep 1 pikë, 2 pikë, mund të ketë 30 sekonda, 40 sekonda neshe, t'jep pikën hum neshe. Kja është, në është asë i gjatë që s'ash për me avan pikë, po kur thot kryesori i tapetit, kur thot ai pikë edhe s'diskutohet ma. Me fjalë kryesori ishte i Tiranës, ai qa thot ai, u bate. Sander, kaluam tek fundi kontratë e karrierës sportive, por pas 2 viteve gjysmë tek ekipi Dinamos u rikthye në Shkodër. Pra, kishit dëshirë të riktheheshit përsëri te Vllaznia? Pa, kisha dëshirë të madhe shumë. Ju pëlqente Vllaznia për të dhënë kontribut për Vllaznia, apo ishte edhe rrethana familjare dhe shumë të tjera? Nuk është vendinja jam këtu. Është kështu që Shkodra kam dëvëlesë. E tregoni edhe sot, sepse ndonë se jetoni për shumë vitesh në Land, në Shkodër jeni shumë i lidhur me Shkodrën. U rikthyet tek Vllaznia. Si e ditët ekipin? Ekipi i Vllaznis është ekip shumë i... Trajneri ishte përsëri në Mpepa apo ishte trajner në Mpepa. Me ta janë kanë transportistat që janë kampiona, janë kanë në Mpepës. Një ekip me shumë sportistë mirë. Çfarë kujtoni për atyre në sportistëve? Thatë Elias Guri. Mund na përshkruash Qa me thanë për Elias Gurin, Nikol Grimen, janë kanë Nazmi Pepa, pas dritë janë kanë Shqyqëri Pera,
janë kanë Fastli Zylja, Nu Gjoka, Paulin Merla, Paulin Stekaj, këta njerëz janë kanë pa diskutueshëm. Janë kanë pa diskutueshëm. Kur them, çdo aktivitet pasi pati vllaznia 3-4 kampiona. Angudën se 10 kampiona ka ata në Shqipënia, 5 i na kanë vetëm Shkodran. Tash imagjino të çfarë ekipit i na kanë. I na kanë ekipi më i mirë në Shqipëni. Edhe në bisedat e mëparshme keni përmendur finalet e Spartakiadës vit 84, ku siç e thot, në 10 peshat, 5 kanë qenë fitues nga mundësit e vllaznisë. Po. Saneleka ishte tek peshat e lehta. Unë me të thënë drejtën, Gjergj, shokët e din, nuk kam pas qef kur me folë për veti, po jam kanë shumë nëllët. Kampiona mund të kenë kampiona. Ekipi i vllaznisë, siç Ljesguri, që janë kanë pse të janë peshatrana, ta kanë pas 2-3 vetë, kanë dalë kampiona, angutën, pa diskutueshëm. Po unë i kam pas 5-6 vetë kampiona, kush me dalë më parë. Edhe në këta 5-6 vetë, me fjallin kemë i pa diskutueshmi. Ka kanë edhe Paulin Merla, angutën, a kanë mundës absolut, Paulin Stekaj, a kanë absoluta. Angutën, kurse Saidi a kanë i fje më nërishë, se ka pas i fje më të shtirë, si Elias Guri surrate, Nikol Grima surrate. A kanë pas dritë dyshen vaso, janë kanë sportista që s'kanë lanë me informacion, vetë nëse ka dash trajneri me i fut. Kështu që, këta kanë i fje Brezman nërishë, ja kanë valë dorën, Elias Guri, ja ka valë dorën shumë, Said Fisht, edhe arriti me dalë, kampion prej shumë vitesh, edhe Saidi, kampion shumë vite është. Si nije Saneleka mes këtyre kampionëve? Një i rëndësishëm që po kontribonte për vllaznin, për Shkodrën? Vazhdon e kam pas devolesë gjithmonë për vllaznin. Me më parë shtru çfarë duhesh, s'kesha shku kërkon. Dhe ju është përblyer sepse keni dalë 7 herë kampion me vllaznin? Po kampion kam dalë Borgjës me të thënë drejtën. Kam dalë kupa kampionate asun si më me të thënë drejtën. Angutën, me të thënë drejtën. Por në çdo garë që bëhej, Saneleka ishte ndër më të mirët. Unë gjithmonë pas dritë trajneri në Pepa, unë e kisha fitore pa diskutim. E dishin si kush kam me fitu neshet. Para se me ba neshet, na e dishin si kush kam me fitu. Pra një pesh ishte e sigur. Na llogarishin me fitu si për 5-6. Edhe e dishin tanë Shqipnin. Na llogarishin trajneri me taktikën e tij që ka pas në Pepa, i gjate. Kemë zënë për shumë, nëse Gjergj është për shumë kampion, do të me i futi kampion tjetër Gjergjit që me në poshtë. A më kuptën? Janë kënë gjana që janë gjana teknike që i trajnerit. A më kuptën, e kështu që na im Pepa ka pas vlerat mëdha shumë. Atëherë, me kalimin e kohës, e mori Bajram Agovi. Po Bajram Agovi e mori se i kishte gati. Bile, ma shumë ka pas rezultat Bajrami si Naimi. Naimi na ka ba sportista, kampiona, atana, po... Bajrami mori frutet pastaj. Mori atana, s'kishim nevoj ma, si na ishim kampiona. A më gëtën? E majti sa, majti atërë. Mundja e vitet 80 në Shkodër konsiderohet si një sportet më elitare, sepse si mundja lirë, si mundja klasike ka pas shumë rezultate, shumë kampion. Palestra e mundjes vllaznisë besoj që ka qenë arenë betejë edhe stërvitje besoj. Me ta kushte e na mundu me vazhdu Gjergj. Ka kanë një sallë e vogël kështu, si mundja dhe nga ja peshash. Mirë po për ne, si kampiona që ishim, ishte shumë e vogël, si sallë, për ne, të e dhugrit me sallat tjera që i shorim i satë, a më dënë e kushte tjera, si janë satë. Po, e kena pasin gjakat punë, stërvitjenet. Rrezimi një sportiste ka qenë vështirë për të mbajtur? Se thatë, jam stërvit dhe në 4-5 orë në ditë, ka qenë vështirë? Nuk ka që kena ba, unë Paulini Saidi i kësho kena ba. Ka qenë vështirë ta përbëllosh? Ja, kishim knasime ba, na mënoshe me ba gjithmonë. Bile, unë jam mënu si gjithmonë me ba me i pesh më të madhe se vedin. Për me kenë që kur të bëjnë neshe me kundeshtarët e mi që më duke një fje më të letë. A më gëtën,
s'ka gjë pse më hallaj që është më i madh, ose që është kampion pesh tjetër. Unë përfitoshe prej tij. A më kupton, përfitoshe prej tij. Kur bashkë me kundërshtarët e mi, më dukshin më të lehtë. Keni qenë privilegjuar nga pushteti lokal, nga Shkodra, nga drejtuesit? Shumë. Unë si sportist, flas jam kënë shumë. Ka përfitu? Ti mund të thushti qa. Kështu kena metë, a më kupton se kena metë edhe pas danaci, jo unë, po çdo sportist. A më kupton se kena pas pasjen. Për ne, sporti ja kënë universitet, për ne. Po, na kanë caktuar punë, sa me thonë që punën filan vend, po me punu s'kena punu. Dhe na kanë dhënë rrogën, kja ka kanë privilegja ma madhe. Për ne. A më kupton se kena mësu zanat. Si na kanë mjeshtra. Për gjë, mjeshtria jo na kanë sporti. Ja kanë, a në gjërë mi dhanë nësit madhe, tifozëve Shkodrës. Edhe natyrisht, ki qeni privilegjuar edhe në Shkodër? Normal, unë ala këtë ko, më respektoj njerëzit shumë. Ti me i pa, vetëm gjanat me i pa në Facebook, që e majmë nasi, plesnia i ta gjana e kena, ka i Facebook. Veç komendet me një njerëzve që shkrujnë, a më dënë që unë nuk i dhe, ata shkrujnë si kanë dëshirën e vetë me shkru, veç me i ledzu komendet, a më dënë, ja, thët, gjigant, je i pa për majqëm, je i pa kështë të sanë, je i kanë kështu, as vetë si më besojt, pleqirë. Cili ka qenë, mendoni ju, titullin më i bukur që keni fitu, më i vështiri, po dhe më i bukuri? Ja, më i bukuri ka kënë i Spartakiatës që u banë Shkodër, dulme 5 kampiona, 5 kampiona. Bile, aty jam shpallë sportisti më i mirë i Spartakiatës 5 kombëtare. E kisha me hinë në 10 sportistat më të mirë Shqipërisë, që unë të Vllaznisë, Dinamos, unë se kam pas problem për me hi. Për me, angudën si shifët. Shifën pikë teknike, edhe ti kjo është kampion, nësë mund të him 2 për herë. Kush ka pikë më shumë? Njeni shifët, me drejtësi, atër me poshtërsina, me gjana, normal si ka me hi e tjetëri. Angudën, po, ati gjatë që i njifën. Dhe prapë, sa në leka nuk ishën edhe sportistë më të mirë të vendit? Ati u shpara me të ndrejten. Ma i miri, e kisha me hinë dhe sportistat më të mirë Shqipënis, ishte një qfarë Kadrinuit, dhe kam bile një foto me Kadrinuin, a sportisti pa diskutushëm a kanë, ka kanë 57, ka kanë i pa diskutushëm kampion. Tha mu, sande, kam me më tha me lanë, tha sportin, tha, po prep faleminderit për ti që ma thatë pakten. A mu në di si të kanë ty, tha, për na e kena bisedu, tha, këtë biset, tha, e kena rrugullu këtë punë, tha, du me morën. Du me morën, tha, i tha. Oke, ma i thash. Marrë, s'kishtë që me dhanë. Se dhe mi tha një, si për me mërë, nëse mërë, pëse po përishëm ma tjetër. Pakten t'ja laj vlerën vedit. Ju erdhe keq që nuk dolet asë njerë në sportistët më të mirë të Shqipërisë? Pavarësisht të shumë titull e kampion të fituar? Këtu ka, Gjergj, këtu ka dallavere. Dallavere të mlaja. Se unë jam mësu, unë si jam mësu mi u për ullë kuj. Edhe ushtarë kër jam kënë me dina, unë si jam për ullë kërkuj. Unë e kam ba stërvitjen edhe pse më kanë pezullu për i stërvitjes për arsyj, për me mdjek, si sportist, si shumë sportist atje, që e thash edhe ma për para, unë bashkë stërvitjen vishe për i dajdit, vishe në stadium Qëmër Stafa, ishte ekipi Munjes Lirë, me Riza Losën, a i mdote shumë, ma frote, edhe bashkë stërvitje Munjet Lirë, si ishte Munja jeme. Unë ishe kampion për klasiken, po aty kam përfitu si kam pasur 2 kampiona. Janë kënë Punë Qosja, Max Mulvi, profesor Rizaja më të afer, aty kam fitu edhe ma shumë si në stërvitje ku kam bëhë. E morë vesh trajnerët e mundjes klasike që ti stërvitesh me mundje mirë? Po tjetër e mërë e vesh të tana, si ja kishte fort qefi, nuk ja kishte qefi, se ditë si, mas ati vit, unë do të këthejmë Shkodër. Me fjallë, isha kundërshtari ti, i ekipi ti, si e thojnë. Nuk e diskutote fitoria atëherë, ushtarë. Tha që me ekipin kombëtar jeni grumbulluar shumë pak, sepse s'ka pas aktivitete. Po. Në aktivitetet që janë zhvilluar në Shqipëri, ke marrë pjesë? Po, në gara që erë në këtu, në të thënë drejten, kja ishte në që ja parë mirësore që e bëme.
Unë e kam hapë në shqit i pari, si jam kanë peshe parë, angutën dhe kishin shumë emocione sportistat. Se me thanë, se na u duk të vedi që ata janë më nëllë se na. Se adishim leret në atyre. Mirë po, kur u rështum aty, që u rështum balë për balë, se me thanë, sa ndaleka, ka që vite kampion për shamo. Ose ai turku tjetër, që ishte i kundeshtarë, angutën, ai kishte rezultate europiane. Dhe hi me babën e shifil. U trembe ti kur thane rezultate europiane? Po, si që me thanë, e vlerësoshe. E vlerësoshe. Unë nuk e vlerësoshe vetin, sa vlerësoshat. Hi me menë, ba me neshim, ja futa unë jartë 4 pikë. Pum, 4-0. Edhe ja futa dhe të që. Po, ata gjithështartë, thane, lene kalojnë, thote, se letë kalojnë si jam misore. Na, është eksperiencë, thote, për këta, për ne, për brezin tonë. Letë kalojnë si jam misore, thote. Atëherë vazhdume. Mi mori edhe 2 pikaj, 4-4 u bame, atëherë u qute si kush merë pikën e fundit. Kush merë pikën e fundit, fiton neshjene. Fitoj turku. Fiton turku, atëherë vazhdune këta tjertë në radhë. Se kishin problemat punë. Misore ishte gjithë shumë. Po, alasat, po shifshe një kampionat europian, po i shifshin da shokët mi, po më shkrujnë, po në shof nivelin e tëne, me nivelin tim që i kam pas, po sa shesha vetë, po shofin edhe shokët tjerë që janë mundësa specialista. Bile po më shkrujtë një qëfar gazmen dhejlë, i Beratit. Thote, Sandra thote, i kam pa dhe këta në kampiona Europët e kampiona botet, as i gjas kam thote, mua te për si ki pas tje. Angutën, mua shumë kam dëvlerësa i kam shkrujnë në Facebook që i shkrujnë, që ata shkrujnë me specialitet, me specializm, që kanë e njofin sportin, a nërshë me shku, me diftu një që së nërvesht, kurse a i ditë e kretë, se me thonë, vlerët e mija, vlerët e ati ditë, si në sportista, na johim një një ditë, sa vlerë ka Sandri, sa vlerë ka kësa, edhe pse janë kampiona. Nëse do të kishte pas gara ndërkombëtare për të marrë pjesë në Europian apo gjërat e tjera, mund të kishte Shqipëria kampionin e Europës edhe në ato vite? Pasha, me thanë ma zhëç, me së vitin që kena ba, me kampiona që i na kanë të ekipit Vllaznis, as i gja ma të e përse na nuk kanë. As i gja, edhe sot. Flasë, jo për mundin sot që është, se mundja sot që është në ekipin e kombëtar, është 0. Është 0 me krahasim si i na kanë. Kështu që njërët në të kohën tonë që i na kanë, njësa janë, edhe kampionatit europiane. Unë i kam pa peshët e mija, nuk kanë jam kanë shumë ma teknikë se ta. Shumë ma teknikë jam kanë se ta. Po më vazhë se aty nuk i djetë neshës, po flasë nga nga teknike. Me specializimin temë, që kam, angutën, me teknikën që kam unë, që një fajtë dhe i tjetëri. Angutën, punojnë shumë të nëllën. Shqipënia sot kërnohet me disa të huaj, që kanë marrë pashaport shqiptare dhe po marrën medalje. Në kohë që mund si shqiptar... Po me që e kanë qu vetin kështu me marrë dhe të huj, nuk është në i krenari e madhe, dhe pse janë kampiona ata. Ata i ka pregadit dikush tjetër. Qa pregadit ti këtu? Qa ki zjerë ti këtu? Angutën. S'kan kushte, s'kan nga nga financare, nuk paguhen. Ne kishim Elis Gurin këtu, nuk arritëm të shpallin kampion bote, shkojnë në Bullgari dhe doli kampion bote. Që bro, ashe ku ka arrit Federata Shqiptare. Alëshohet a i kampion për shkam. Alëshohet a i kampion, Elis Guri. Nuk lëshohet. A këta ka një gjatë që s'tjapin që të takonë. Si medalje i kampion e Europët, merë dhe nga nga financare paguesh. Mirë bo, këta i marrin për vedi, i japin i gjatë këtë. Këta s'plecojnë kushtet. Me bëjë stërvitje, lene ma. Angutën, në s'kene nëvoj as për trajnjera, as për sportista, flasë për brezit tonë, angutën, as kena pas nëvoj. Kush da mund da bëjmë atë punë për shamu, trajnjerë. Trajnjerë veç afrej kushtet, afrej i rogë,
edhe atë në fundit gjithë. Ashtë gjë e mirë me i bë këta gjëna, po këtë ne i duket e madhe. Po për ne janë normale. Ashtë edukate me afru trit e sotit. Shqipëria në fakt duhet të investojë tek sporti mundje, sepse është një sport me traditë dhe një sport që i shkon për shtat shqiptarëve. Unë kam qef me volë për Shqipërinë, po flas për Shkodrën, bashkia duhet me i afru këta gjëna. Duhet me i afru i palestër të mirë, i trajnerë të mirë, edhe kështu që të hecë sporti. Sander, thot pak më parë që e ke lënë sport në fundin e vitit 88-89, kur nuk u lejuat të largoheshit. Kishin mundësi të vërtoni sërish? E pashi edhe sikur dalë që prap kampion. Unë prap kam dalë kampion, po e dishe se s'kisha shpresa ma me i kja shtetit. Si kishte neta ja fjallë që këtë do t'ikun. Edhe s'kisha shpresa ma. Nështë me paken me nëj Dinamo, me paken me nëj Partizan, në atë kohë edhe i kishin rregullu si shumë sportistat e tjerë. Po unë s'kisha shpresa ma. U dëtrova me e lanë. Në më vajtën e kam lanë. Kampion jam kene e kam lanë. Sportin. Kështë që dhe të vazhdojshë sport krejtësia. Aja ishte karriera jame. Me dalja shtetit me diftu vetit se kush jam. Sondelega tha që flisja pak më shumë se sa duhet. Ishte kundër regjimit asaj kohe, Sondelega? Normal, kundër regjimit. Më kujtohet Gjergj batën fut në burg, agitacione propaganda. Në çfarë vitit? Nuk e maj men si vit, po në atë kohë nuk ka. Kanë kanë radiot. A jepshin. Në kohën kur i keni qenë sportist? Pa, në kohë që jam qenë sportist. Më ban një grua aty që kishte i dyqan të vogël aty. Se duket se ka i gote, në herë astrale kena pi ka i gote. Edhe, sigur isha i fjetë, qef i fjetë. E pas kam folu në diçka. Po në zdishe gjo. Vine marrin mu. Policia? Policia. Fusin polici Shkodrës. Ke shafët. Pushtetin, të të. Unë me shafë pushtetin. E marrin vesh të shok të ekipit. Në i bepa. U qunë, pas dritë me Barea Gjemin, me këta, u qunë. Këta kanë sportistin, tha, ma të mirë, ma të detekum, ma të thote. Qa është këma? U qunë tanë komiteti, u qunë tanë Shkodra. U qunë tanë Shkodra. Ishte dite premte e shtume, po ditën e hane kishme ikë në aktivitet. Kapën e mëzjerën për aty, kur dole atëherë në rubrikë sportive, ka kënë rubrika sportive. Më dhenë, për në gjithëtësën e propagandë që i kisha dhanë radja, më qitën kampion Shqipnijet në masijave që bëm aktivitetin. Edhe aty, kështu që aja ka kënë gjaja, ma. Një histori vërtet interesante. Që kam neti foli i vje, kam kënë i vje, që kam pas besim shumë në njerëzit. Nuk i pëlqente? Kurna? Nuk i pëlqente regjimi? Po, regjimi si ka pëlqy kujma, po... Në s'kena mujtë me shprej, unë e kam shprej, me të thënë drejtë, me vepra, se unë kam bërë i stërvitjet fort, apo s'ta dhe shpër me ikë. Se shumë anërës që kanë pas sportistat tjerë, edhe kanë ikë. Kështë që kja është komplet. Kush ka qenë kundërshtari më i fort i Sanelex? Për zotën që kam bërë, spektakel, akrobacina në mundi, se si ban kush, ka ka një qëfar bojardemet. E kam pas, ka një teknik i ashtë zakonshëm. Si gjithdo sportisti ka kapjet e veda. Unë e ju lidhë që gjithmonë në kapjet tia. Edhe i shkoshës, si ka qefaj, po në fund e dzeshe. E dzeshe veshe në pozicion kritik mërë shëpikune. Mërë shëpikune. Edhe aty, unë e rashe, nuk e diskutoshe. Po ishte sportisti mirë, ishte për të vlerësu teknik. Kam pasër krenar lutën, edhe ja kënë sportisti mirë. I vlonës, i flamortarit, edhe ja kënë kampion. Me fjellë kush delë që unë, delë taj. Në i rastrava, nësi në kënë, edhe pse në kënë kampionën, kënë ahun kënë eshi në i rastrava, po kampiona shumë e fështirë mu ba, mund bashkë edhe i 10 jetë sport, edhe nuk delë kampionë. Kur është ndirë Sandelega më mirë se asnjëherë tjetër në sport?
Cili ka qenë momenti më i lumtur i Saneleks tek Ta thash edhe më përpara, angudën kënaqësia më e madhe ka në Spartakiada 5 kombëtare që mora medalje të artë. dhe u shpallë e mundësi më mirë. U shpallë mundësi më mirë. E kam me foto, me kupe, me tana e kam. Pavarësisht se një ata më kanë me, se më kanë me as medalje, as kurrë. Se Momenti më i vështirë, largimi nga sporti? ma i vështirë. Me e lanë sportin, ma ishte më gjaja ma vështirë. Me e lanë sportin, se s'kisha shpresa ma. Nuk kisha shpresa ma medalje ashtë. I huma, ta në shpresat i huma. Për trajnerët ke vlerësim maksimal, si Sul Ramen, ashtu edhe Naim Pepen, vlerësim maksimal. Sul Ramen, Naim Pepa, kam shëtit trajnera bë. Jeshtë në Tiranë, se unë kam bë mundje, edhe me Partizanin kam bë mundje, edhe me 17 anorin, si mund kanë dashtë tanë, që kur je kampion tanë të afrojnë, në ekipet. Se thot përfiton kundërshtari, unë e bëj sportist më në të këti. Edhe më kanë afru tanë trajnerët më kanë afru. Edhe se Naim Pepa nuk gjaj trajnera. Nuk shifet ma ashtu trajnerit. Se a kanë shumë teknik, a kanë shumë i rrept, a kanë shumë korrekt me sportista, ka ditë me manovru, ka ditë me afru sportistat. Kështu që edhe sporti ka ata shtytjet e veda, angudën. Më kanë afru, më kanë afru shumë. Sportistët e vjetër, më kanë dhënë, për më dhanë ndorën, më dhanë krajnë shumë. Si që ka dhënë për shumë Elias Guri, Sejt Fish. Sejt Ida s'ka pas shansë me informacion. Po, Eliasi e ka një mu, trajneri e ka një mu, s'ka pas ka me shku po u ba kampion e laj. S'na kena pas nën kampiona. I këshin e bashin mundje me Kuksin, e delqin për vend pare dytë, delqin me tonin. Kena pas një qfarë fatë në Koqot. I këtë në Kuks, se s'mujte më fut në informacion. Si më fut në informacion të Vllaznis, i thënë me delë kampionship një jetë. E mban mend formacionin më të mirë të Vllaznis të një viti, në peshën e parë Saneleka. Peshën e dytë? Po, ka kanë peshë parë, dytë jam kanë unë. Me fjallë, i ka kombinu, të dyja peshët jam kanë kampion. Të dyja peshët. Ka kanë Nuk Gjoka, a kanë Fasli Zyrja, Dilever Cufi, Paulin Merla, Paulin Stergaj, Mon Qupi, a kanë Sejt Fishta, Niko Grima, Elias Guri, unë i kam arrit këta, Dyshan Vaso, i kam arrit këta. Se dhe mos të peshtë të rënë, këta janë kanë tanë kampione. Ali Hamza? Urda? Ali Hamza. A kanë djali i shkëllqyshe. Unë kam arrit Nazmi Pepen, Shqyqëri Perën, i fje janë kanë brezi fje maj vjetër, se unë, angudën, kam pas, më kanë majtë shumë afrë kënasi, si tanë këta qëtojt, janë kanë tanë sportista, dhe kampiona. Kush ka qenë pika më fort e Saneleks në tapet? Teknika apo përgatitje fizike? Ja, si kam ushtru fort përgatitjes fizike, gjështë me të thënë. Unë jam kanë shumë i shpejt, shumë i shkallët, jam kanë teknik. Jesi s'ka përnu për përgatitje fizike, po kam pas shumë teknik, jam kanë shumë i shpejt. Kam ba teknika, jam kanë, që me thënë, si Paulin Merla, akrobat jam kanë. Se edhe Paulin Merla, është kanë super akrobat teknik. Flasë në kapit cilësore, angudën, cilësis nëllët. Shama që janë, ka 4 pik, ka 5 pik. Angudën, Paulin Merla kanë i papam. Unë jam vetë kanë sportist kampion, jam kanë, e kisha knasi me pa Paulinin. Për shama, ata kishin knasi. Normal me më panë mu, se na ishim edhe më të shpejt e më të shkallët që ata, po ishte i fje pesha ma mesme. Të shohin, kush është ma i madh është kampion, kujtën si kampioni është me madhësi. Kampioni nuk është me madhësi, kampioni është me shkallësi, me shpejtësi. Se ti mund delë kampion, po ke 3 vetë pesh. Na jena të shpejt, shkallët edhe. Pra me vështirë ka qenë për të dalë kampion në peshët e mesme kryesisht, por të vogla se sa peshët e mëdha? A kanë shumë e vështirë në peshat mesme. 68 kg
a kanë pesha më e bukur sportit. Janë kanë shumë vështirë. Paulin Mella ka kanë, Paulin Sterkaj, janë kanë super kampiona. Ra Paulin Sterkaj, ka ra Nërqemin Spajon, që Nërqemin Spajon a kanë i papam. E ka ra Paulin i mërën Shkodër. A mundën, nuk ka kanë gjallet me ra. Ata kanë hapat, që e ka njohë vetin si kampion, me fjallë. A kanë peshtë Paulin Mella, për shembull, janë kanë 5-6 kampiona, s'ki ditë gjë, edhe pse mund të thush ti që jam kampion, po janë kampiona edhe këta tjerë. Se ti s'mund se e ke marrë gjithmonë kampion 10 vjet rresht, se e ke marrë 2 vjet, 3 vjet, mas 2-3 vjet ka dalë tjetri. Mas 3 vjet ka dalë i tjetër. Po 6 pesha, 6 vet. Ka kanë një Meftar Kaplani, ka kanë Agimaz Reku, që janë kanë sportista super kampiona. Nilon Mosaraj, janë kanë super kampiona, janë kanë këta. Kam pas kënaqësi vetë mi pa këta sportista, që jam kanë sportist vetë. Sotër, nuk u bërë realitet arratisje drejt Greqisë, por pas viteve 90 pastaj emigruar në Irlandë. Po, vazhdo. Mas në 96-ën, atëherë që u fillun Romuja, fillun këta demonstrata gjana, kështë gjanash, kundra pushtetit, a mu dënë. Atë me kalimin e kohës të trojë me ikë në Irlandë, edhe atje në Irlandë. Je marrë atje? Edhe atje e marrë. Arbitër, trajner? A mu dënë. Po, kam badhe neshje. A mu dënë, kështë po, si janë kanë neshje, gjërës këta, nuk janë kanë neshje për Olimpik. Po, ashtu si s'kishin në i sport, ata. Nuk ishin, më te për ishin si amatar. A mu dënë. Për mu, amatar ishte, a mu dënë, ishte normale. A mu dënë, se unë s'doshe me konkuru ma në Europianë. A mu dënë, si aty i kisha mu, aty i kalune vitet, që s'kisha mundësi ma me vazhdu sportin ma. Vazhdova jetën në Irlandë. Aty kam pas edhe ekip temin kam pas, i kam stërvit, i kam gja, po kur s'të pagujnë, edhe nuk javlen mu marë. Se ashtë humje ekonomike, ja. Se najna familjarë, majmë familjet, na prej hallit kena shku, se s'kena shku prej qepet atje. Se me shku... Shumë prej mundësve të viteve 80 me pasu banë edhe biznesmen. Sondelega nuk u bëjt të? Po, për në atje kam pas kushtet mira në restorant, se më thanë që jena marë si familje, kena punu, me jetu, me zjarë rrogat, me jetu, me baj fje jetën më të mirë se sa, normalja, a gëtën, si më ka mungu gja, me të thamë drejten, për kur gja, si më ka mungu atje, a gëtën e kam baj jetën, i fje manel si tjertë, edhe pse i në kënë të ujna, kena pas, unë flasë për veti, a gëtën gjithmonë. Sander, nëse do të theshim sërish në vitin 76, 77, kur e ki fillu sportin, do të mërshë prapë me mundje? Apo je penduar që ke bërë atë zjallë? No, e kam knasi. Kur vritet për mundje, Gjergj, për këta kampiona që ka pas Shkodra, e për këta tifozër, Shkodrani, angurën se kur delshim, a kanë mush pallat i sportit, Gjergj, a kanë mush pallat i sportit, e kam pas për marra me humë neshin. Angurën kështë që, a dash me... Kush ka qenë mundësi me mirë që Sondelega mendon në Shkodër ajo është numër 1? Në ato që i ke parë edhe shokët e ekipit tonë. Janë shumë, s'din kuj me javu gishtin, me ta thanë drejten. Nuk din kuj me javu gishtin, po unë flasë... Për çfarë ke parë ti në palestë? Për veti, qa kam bëhën? Anë gjënë. Paulin Mella, s'di që me të thanë, Paulin Mella, Sterkaj, Guri, janë kënë tanë, ma s'di, janë kënë shumë sportistat në alë, ma gjithë. Janë kënë shumë kampiona. S'ke ditë kuj me javu 5 për thamune, po janë kënë edhe 6 e 7. 5 për i thamune si janë kënë kampiona, si faktorën. Po thamë edhe nën kampioni,
ikte me një ekip tjetër, delte në finale. Delte me, po bjen fjale me Polin Sterken, delte me Polin Mellen, delte me Elias Gurin, delte me Niko Grimen, delte me... Kështu që ka pas shumë vllaznia. Përmend Pavlin Merlin, një emër ndoshta i harruar në Shkodër. I harruar, ma po, kështu janë punë të Shkodra. Vajci të drejtuesat, të faleminderes shumë për tec. Unë kam pas fatin. Ti je brez i fije majeri, a më gëtëne. Unë kam pas fatin para 2-3 vitesh, kam bërë një intervistë me Pavlin Merlin në Itali, vend ku jeton. E kam një si intervistë. Dhe fori me shumë nostalgjie dhe zoti Merla për ato vitet e mundjes. E kam një si intervju. Dhe kur ju e vlerësoni maksimalisht, padyshim që është Dhe netësi. kur e kam një, më shkoshin syt lat kur e kam një, a më gëtëne se imagjino që gjithmonë Polinin, a më gëtëne. Pa më mërësi se Polinin kampena kënë, po sa kënë i pa diskutushëm, që mas të... Ka pas edhe mënyrën e bukur të mundjes. Stilin e bukur. Sa kënë i pa diskutushëm. A kënë i pa diskutushëm me shku të vend i parë, vend i dytë. Tanë, si sportista. A ngudën, pavarësisht se nëse kena marrë me tapi, medalë kam vjenë se zbanë. A ngudën, se unë ka vite për shumë, ka pasi vite se s'kam dalë. Po kam dalë vitin tjetër. A ngudën, nësa si kena dalë rështë. Se sporti kështë ka, me faza. A ngudën, po aja ishte kënasia e madhe gjërës. Santeleka shumë vite kampion, por edhe ju nuk keni marrë vlerësimet e duhura, besoj, nga institucionet. Sepse kemi parë vitet e fundit shumë titull i mjeshtër i madh apo të tjera vlerësime, por dikush është harruar. Me fakt që ma kujtove, bile. A më gëtën, po se njëri edhe i harron da gjana, a më gëtën e vini firme vënës gjanat. Unë e kam plëtsu mjeshtër sportit që ishën të të njëshën, para shumë sportistave brezit tem. Brezit tem, unë jam ka një pari që i kam plëtsu për mjeshtër sportit. Si në atë kohë ishte medal 2 vjetë, 81, ishte medal kampion me kanë mjeshtër sportit. Mua la sot s'ma japin. Pra nuk i kja titull mjeshtër sportit? Nuk ma japin ata. Unë jam mjeshtër sportit, për gjithë qa, po nuk ka puna me kanë mjeshtër sportit që më të konë edhe. Bile habiten edhe sportista tjerë, thojnë sande, thojnë, si më dekuru këtë, thot, e ti ala si ke marrë dekoratën të presidenti, unë nuk shkaj mi thanë kuj mu. Shkam si mi thanë në kuj, ata dhëtë marrë në thanë mu. Nëse ka njërës të federatet, nëse ka njërës të klubit, s'poj diskutet federatës, si të federatës janë kanë gjithmonë me ta poshtasinet e tëne, a ngudën, po të pakten Shkodrës. I kam balë si letra, i kanë qua të i harrojnë. Ka qenë vështirë për vllaznin të rivalizon të ekipet e kryeqytetit kryesisht, por ka pas edhe Kuksi, ka pas edhe ekipet tjera, kanë pas ekipet mira, Peshkupia, Vlora. Kanë pas. Por kryesisht lufta ka qenë me ekipet e Tiranës. Kanë pas gjerës, po ekipi vllaznis nuk i ka diskutu neshjet. Ka pas Peshkupia mundësat mirë, Kuksi mundësat mirë. Partizani ka pas mundësat mirë që i kam ledhë për i tanë Shqipnijet. I kena raha dhe ta. Që janë kënë më të mirë tanë Shqipnis, ekipi unë ka dalë vend parë. Edhe ekipi Partizanit ka pas vendet para, që kam ledhë tanë kampionat. Që edhe Polin Sterken me Partizanit në kenë, në kuhen që ja kenë ushtarë me Dinamon. Bile unë kam dalë për herë të parë. Kampion, unë me Dinamon, Paulini, kam foto. Unë me Dinamon, Paulini me Partizanin. Me fjallë në ishim brumi vëllaznis. Se s'dull me, pa ma se si dull me atje kampione, na. Nuk ishim si na kishim strivita ta ne. Na e kishim strivitjen për i najnë pebet. Adasht, ekipi vëllaznis, janë kënë super të fuqishëm. Janë kënë të fort shumë, Gjergj. Edhe ashtu i kena rana, ekipin e Partizanit, e kena ra i kom ledhë tanë kampiona, që mund të kinë pas qytet e tjera, i kom ledhë aty, na i kena ra, kena të zanë vendet para. Gjithmonë. Kur përmenda vlerësimet, që nuk ju kam dhenë, besoj që edhe emocionet i keni pas shumë la, sepse nuk keni dalë për kërkuar drejtën tuaj ndoshta. Ja, Gjergj, a disja është puna. Më shkruaj njerëzit.
njerëzit që m'njohin Brezim, më kupton. Sandeleka thotë që ka mundësi, ma Sandeleka që ty s'po t'japin titullin, më kupton, mjeshtër i madh. Unë e mëritoj mjeshtër i mëritum i sportit. Unë i kam arrit të në titujt. Por që nuk janë dhënë. Nuk dojnë këta me dhanë. Kur dojnë me dhanë këta nështë kur des më t'japin. Po të t'japin i tësh si në gjallë. Gazeta Shkodra Sport, Bashkia Shkodër, kemi bërë një vlerësim në dhjetorin e vitit kaluar në Teatrin Mexheni dhe ju kemi parë shumë të emocionuar. Pavarësisht një vlerësim ndoshta modest nga ana jonë, por ju kemi parë shumë të emocionuar sepse menjëherë më shkoi mendja, ky njeri është harruar nga të tjerët. Dhe ndoshta nuk i ka rastis të merrni ato vlerësime që i kanë takuar. Për shumë vitesh ishim të harruar. Edhe më vjen një gjatë mirë për te se i kujton gjithë ata sportistat e vjetër, jo vetëm në mundje, por në çdo lloj sportit. Je shumë i nderuar për mua, për shumë sportista që janë kanë me name, me ashtu. Shumë faleminderit për te në gazetarët më të mirë për mua që i vlerëson sportistat e Brezit. Po mundohemi të bëjmë një detyrë, sepse detyra e gazetarit kjo është. Për të shkruar jo vetëm për të sotme, po për të shkruar edhe për historinë. Dhe besoj që të shkruash për historinë e sportit mundjes ke se çfarë shkruar, sepse kemi pas për fat shumë kampion të mëdhenj dhe është kënaqësi për ne të i pasqyrojmë këtë kampion. Shumë faleminderit për të. Sandeleka, ju jetoni prej shumë vitesh në Irland, por ju përmendëm edhe pak gjatë emisionit, shpeshherë disa herë në vit jeni në Shkodër. Duket që ky qytet ju ka bërë për veti dhe nuk dëshiron t'ju le të ktheheni në Irland. Tash atje në Irland kena me se i na bërë 7 herë gjysha. Kështu që debole se kam ardhur. Je lumtur që ke kontribuar për vllazninë në vite? Normal edhe kishim pas mundësi me dhanë shumë me majtë sportin, po kusht i realizojnë kushtet kusht i realizojnë Shkodra, gjanës nuk të realizojnë kushtin. Sportistave, edhe me dashmi majtë së mundë me i majtë, se nuk majtë i sportist, pa e dhanë pak të një trajtim ushqimor, pa e dhanë i punë. A më gëtën, kja është afrimi që e afrën sportistin. Trit me i fjallë. A më gëtën, sporti është edukatë gjërës. Mund të ushti, a më gëtën 5 orë, 3 vit janë ditë, nuk del kohë. Për punu. Shkojnë me hangër, ma bet me shoke, me ulesh e pushan, për me marrë energji tjera, për me i përbalu 3 orë stërvidjes. A më gëtën, stërvidja është shumë e fortë. Sandeleka, faleminderit që ishte në këtë intervistë. Besoj ndër intervistat më të gjata që ke dhënë ndonjëherë. Kënaqësi për mua, kam shumë me fol, po kaq ishte koha, kaq ishin mundësitë, angudan po deboles për Shkodrën. Të falenderoj dhe të uroj për gjithçka që ke dhënë për sportin e mundjes në Shkodrën e Shqipërisë. Shumë përnës. Të nderuar shikues, ishim në këtë emision të 70 podcastit tonë me një ish kampion të madh të mundjes, Sandeleken. Do takohemi sërish në emisionet e ardhshme me të tjera figura të sportit.